Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. O ti i mbuluar Muhammed. O ti i mbuluar. Mudathir ka të njëjtin kuptim si Muzammil, pra i mbuluar, i mbështjell. Profeti urrohet që të përpiqet me adhurime ndaj Allahut të madhëruar, qofshin ato adhurime me dobi të kufizuar personale, qofshin me dobi të përgjithshme. Fillimisht, në surën Muzammil, i madhëruari urroi profetin asë për adhurime personale dhe për durim ndaj mendimit të sjell nga populli i tij. Ndërsa në këtë sure, Allahu i lartësuar urron që ta shfaqë hatas thirrjen dhe tu të rreqë vërejtje njerëzve. Kështu dhe lajmëroj. Ngriu dhe paralajmëroj njerëzin. Ngriu me ambicie e gjallëri dhe të rriqë vërejtje njerëzve me fjalë dhe me vepra që duhen për të arritur qëllimin. Sqaroj ua mirë mesazhin që ata ta kenë më të lehtë zbatimin e tij. Dhe Zotin tënd madhëroje. E madhëroje Zotin tënd. Pra, madhëroj atë duke e njësuar në adhurim. Qëllimi yt në këshillimin e njerëzve të jetë kënaqësia e Allahut të lartësuar dhe që ata ta madhrojnë duke ia përkushtuar të gjitha adhurimet vetëm atij. Dhe pekat tuaja pastroi. Rrobat e tua pastroi. Ka mundësi që rrobat e tua të nënkuptohet si veprat e tua, të gjitha pa përjashtim. Vepra është e pastër kur e kryen me sinqeritet, duke synuar të jesh i dobishëm me të, si edhe kur e kryen në formën me të plot, duke e ruajtur nga çdo gjë që e prish saktësinë dhe pranueshmërinë e saj. Vepra është e pastër kur e ruan nga idhujtaria, hipokrizia, syfaqësia, vetkënaqësia, mendjemadhësia, shpërfilja e çdo mangësi tjetër. Megjithatë, ajeti përfshin edhe pastrimin e rrobave nga ndyrësitë. Edhe kjo vepër konsiderohet si pastrimi i veprave, sidomos kur bëhet fjalë për namazin. Madje, shumë dietar e kanë konsideruar pastrimin e rrobave nga ndyrësitë sikur për saktësinë e namazit. Por, gjithsesi, edhe nëse kemi të bëjmë një urdhër për të pastruar anën tonë të jashtme, duhet të dimë se pastrimi i jashtëm është plotësues i pastërtisë së brendshme. Dhe largoju veprave të këqija. S'keqes së ndyr largoju. Këtu me fjalën rrugj e keq e ndyr mund të jenë pasur për qëllim putat dhe idhujt që janë adhuruar përveç Allahut. Pra, Allahu i madhruar urdhëron që të largohet prej tyre, të distancohet nga çdo mashtrim dhe trillim i njerëzve rreth bëmave të këtyre idhujve. Por ka mundësi që me fjalën rrugj të jenë pasur për qëllim të gjitha llojet e veprave dhe fjalëve të këqija. Kështu, Allahu i lartësuar urdhëron profetin që të largohet dhe të ruhet nga gjinat, të vogla atë mëdha qofshin, të dukshme atë fshehta, duke filluar nga idhëtaria e gjithçka poshtë saj. Dhe mos ndaj me qëllim që të marrësh më shumë. Mos u mbur me atë që jep e mos të duket shumë. Mos u lëvdo e mos të duket shumë ndonjë e mirë që u ke bërë apo që u ke dhënë njerëzve në lidhje me dynjan apo me fen. Mos e zmadho shumë këtë mirë, por vazhdo të përpiqesh maksimalisht për të ndihmuar të tjerët. Bëj mirë dhe haroj atë. Mos kërko asnjë shpërblim e vlerës së nxehtk, veç se tek Allahu i madhruar. Ata që u ke bërë ndonjë të mirë konsideroj një lloj si të tjerët. Disa kanë thënë se kuptimi i ajetit është mos i bëj mirësi askujt me qëllimin që ai të ta kthejë bamirësi me diçka më shumë se ajo. Kështu që këtu kemi të bëjmë një urdhër të veçantë vetëm për profetin Atsa. Dhe për hir të Zotit tënd, duro. Dhe për hir të Zotit tënd, duro. Me durimin tënd, syno vetëm shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut. Profeti i zbatoi më njëherë urdhrat e Zotit të tij. Ai paralajmëroi njerëzit, u sqaroi të gjitha urdhrat hyjnor dhe i njohu ata me madhështinë e Allahut të lartësuar. Ai ftoi të gjithë që ta madhronin Allahun, të pastronin veprat e fjalët e tyre, të dukshmet dhe të fshehurat, ashtu sikur sa ai vetë i pastroi ato nga çdo ndyrësi. Ai u distancua nga çdo gjë që e largonte nga Allahu i madhëruar, nga idhujt dhe idhujtaria, nga e keqja dhe nga të keqit. Profeti ishte bamirësi më i madh ndaj njerëzve, pas mirësisë së Allahut bujor dhe të gjithëmëshirshëm, pa u kërkuar atyre asnjë shpërblim e vlerësim për këtë. Ai duroi për hir të Allahut të madhëruar me mënyrën më të mirë. Ai duroi për të qenë i bindur dhe zbatues i urdhrave të Allahut, duroi kundrejt përshërsive dhe gjinaheve, duke u larguar prej tyre, duroi edhe në përcaktime të dëmshme të Allahut të urtë. Me këto cilësi, ai tejkaloi dhe u lartësua mbi të gjithë profetët, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi te e mbi ta. Kur të fryhet në buri. Kjo është dita kur do t'i fryhet surit, që njerëzit e ringjallën nga varret e tyre dhe të qëndrojnë para Zotit për llogarinë dhe shpërblimin me drejtësi. Ajo do të jetë një ditë e vështirë për shkak të ndëshkimeve që do të ndodhin. Ajo do të jetë e tmeshme, sidomos për qafirët, të cilët nuk do të kenë asnjë shpresë për shpëtim. Atë ditë ata do të binden se ndëshkimi është i vërtetë dhe i pashmangshëm. Nga ajeti kuptohet, gjithashtu, se ajo ditë, ndryshe nga qafirët, për besimtarët do të jetë lehtë. Të tmerruara do të jenë shikimet e tyre. Ata do të dalin prej varreve si karkaleca të shpërndarë,
duke shpejtuar drejt lajmëtarit. Jo besimtarët do të thonë, kjo është ditë e vështirë. Ka merë 7-8. Do të jetë ato ditë e rëndë. U tefsiru sure el Mudathir ajet 8. Për jo besimtarët nuk do të jetë e lehtë. U tefsiru sure el Mudathir ajet 8. Lemeni mua dhe atë që e kam krijuar unë vetë. Këto ajete janë shpallur dhe flasin për El Walidi Mugira, urrëtisin, kundërshtuesin dhe armikun e hapur të së vërtetës, Allahut dhe të profetit e tij. Allahu i madhruar e paralajmëroi këtë njeri ashtu si asnjë tjetër, duke i treguar atij dhe neve se si do të jetë ndëshkimi për çdo që armiqësohet me të vërtetën dhe me ina të refuzon dhe e shpërfillat. Ai na tregon se të tillët do të jenë të poshtëruar në dynja, ndërsa në ahiret ndëshkimi do të jetë me poshtërues dhe i hidhur sa i dynjas. Thot i madhruari, malur mua atë që e krijova të vetmuar, që i mundsova të ketë pasurit e madhe, që e bëra edhe me djem, të cilët i ka me vete. Kuptimi e krijova të vetmuar, pa pasuri dhe pushtet, pa mbështetës e pasues. Pastaj, në vazhdimësi, e begathuan dhe u kujdesën për të, duke i dhënë pasuri, duke i falur djem, të cilët i qëndrojnë gjithë i pranë, për t'i kënaqur zemrën dhe syrin dhe për t'i qenë krahë mbështetje. Gjithashtu Allahu i madhruar thot, dhe i kam dhënë pasuri kolosale. U tefsiru sure el Mudathir ajet 11 dhe djemët që i ka të pranishëm. U tefsiru sure el Mudathir ajet 11 dhe ndere prestigji kam dhuruar. Unë ja kam dhënë të gjitha mundësitë, ndërsa ai lakmon që t'i jashtoj edhe më shumë. Kuptimi i dha shumë shanse në këtë dynja, në mënyrë që ai të arrinte çdo gjë që dëshironte prej saj. Por, pas këtyre, ai pretendon se do të arrijë edhe mirësitë e ahiretit, ashtu sikur sa arriti ato të dynjas, duke menduar se është i Zoti për gjithçka që dëshiron, ashtu si në dynja. I madhruari e hedh poshtë këtë iluzion, duke thënë: "Dhe përpos kësaj, dëshiron që unë t'i azmalloj të mirat." U tefsiru sure el Mudathir ajet 14. Jo kursesi, me të vërtetë ai është mohus kryene që i ajeteve tona. Por jo, ai u tregua mohus i fakteve tona. Atë do ta ndryth dhe do ta ndeshkoj me një dënim të rëndë të padurueshëm. Jo, nuk është as pak ashtu si mendon ky vetkenaqur e i mashtruar nga pushteti dhe mundësitë që janë dhënë në këtë dynja. Ai do të befasohet me të kundërtën e asaj që ëndron, sepse ai është kokëfort kundrejt ajeteve të Allahut. Allahu e cilëson atë si anet, kokëfortë, që i njeh dhe i kupton tërësisht argumentet, por përsëri i mohon ato. Faktet e qarta e ftojnë atë që t'i nështrohet së vërtetës, por ai nuk nështrohet dhe nuk bindet. Megjithatë, ai nuk mjaftohet që mohon padrejtësisht të vërtetën, por e lufton atë me fjalë dhe me vepra, për ta hedhur poshtë dhe për ta paraqitur si një diçka të kotë dhe të pavërtetë. Allahu i madhruar thot për këtë të mjerë dhe për çdo që i përngjan atij. E unë do ta ngarkoj atë me dënime të rënda. U tefsiru sure el Mudathir ajet 16, sepse ka paramenduar dhe ka kurdisur kundër Kuranit. Ai mendonte dhe gjykonte. Ai mendua gjatë për mënyrën se si do ta trajtonte Kuranin, me qëllimin për ta hedhur poshtë dhe deklaruar si të pavëret, si libër jo të shpallur nga Zoti. Dhe, qoftë mallkuar, si e ka kurdisur. Qoftë i shkatëruar. Po si gjykonte? Pikë çuditë se prapë qoftë i shkatëruar. E si gjykonte? Pikë çuditë se ai thelloi në mendime, pastaj vrejti dhe vrazhdoi. Qoftë i shkatëruar, sepse ai doli në një përcaktim që nuk i takante dhe që nuk duhej të guxonte ta bënte. Ai nuk kishte asnjë të drejtë ta bënte këtë, sepse është pa turpsi që të japësh atij gjykim për librin dhe shpalljen e Zotit. Është jashtë kapacitetit të njeriu që të gjykojë mbi librin e të madhruarit. Ai, pasi u mendua mirë për atë që do të shpifte kundër Kuranit, u vrejt në fytyrë, duke treguar urrëtie për të vërtetën dhe mosdëshirë për ta pranuar atë. Në përfundim, ai ktheu shpinën të vërtetës dhe nisi me shpifje dhe tryllime të rreth shpalljes së Zotit. Dhe sërish edhe një herë, qoftë mallkuar, si e ka kurdisur. U tefsiru sure el Mudathir ajet 19. Pastaj ka shikuar. U tefsiru sure el Mudathir ajet 19. U vrejt e i mroll fytyra. U tefsiru sure el Mudathir ajet 19. Dhe u kthye nga mendimi i drejtë dhe u ka pardis. Por në fund ktheu shpinën dhe tregoi me ndjemalsi. Ai tha, Kurani nuk është gjë tjetër veç se një magji që përcillet prej të tjerëve. Kurani nuk është gjë tjetër veç se pikëfjalë njerëzish. Kështu, ai tha, kjo nuk është fjalë e Allahut, por fjalë e njerëzve. Madje nuk është as fjalë e njerëzve të mirë, por e njerëzve me të keqi, fjalë e magjisarave. Mallkuar qoftë ky njeri. Sa larg të vërtetës shkoi dhe sa shumë e meritoi ndëshkimin. Si është e mundur që një njeri ta krahasojë fjalën me madhështore dhe me të lartë,
fjalën e Zotit të Madh, Bujarit të Madhruar, me fjalën e krijesave të varfëra dhe të mangëta. Pikë çuditëse se e mori guximin ky gënjeshtar kokëfort që të gjykonte në këtë mënyrë fjalën e Zotit, që i krijoi krijesat në fillim dhe që do t'i ringjallë pas vdekjes. Pikë çuditëse se një arrogant i tillë meriton vetë ndëshkimin me të ashpër dhe poshtrues, siç thotë i lartësuari. Dhe tha, ky Kurani nuk është gjë tjetër përpos magji trashëguese. Utëfsiru sure El, Mudaththir, ajeti 23. Këto janë vetëm fjalë njeriu. Utëfsiru sure El, Mudaththir, ajeti 23. Do ta hudhi dënoj në sekar skëter. Unë do ta flakat në sekar. E ku e di ti se çfarë është sekar? Pikë çudit se ky është zjarr që përshkon gjithçka. Dhimbja që shkakton ai e përfshin totalisht të dënuarin. E kush të shpjegon ty se çka është sekari? Utëfsiru sure El, Mudaththir, ajeti 26. Ai nuk le gjë dhe i përfshin të gjithë i djeg. Ai është i tillë që nuk lëson pa e djegur. Ai i përcëllon dhe i nxin lëkurat. Ai të shyt në dhimbje dhe në ndëshkim. Flakët e tij përpin gjithçka. Me ashpërsinë dhe nxehtësinë e madhe të tij, ai nuk u lë as në shpresë të ndëshkuarve. Lëkurat ju bën të zeza nga të djegurit. Utëfsiru sure El, Mudaththir, ajeti 28. Mbi këqyrës të tij shteres janë 19 engjëj. 19 janë mbikëqyrësit e tij. Xhehenimi në mbikëqyrjen 19 melek të Zotit, të cilët janë të fortë dhe të vrashtë. Ata kur nuk i kundërshtojnë urdhat e Allahut, por veprojnë dhe i ekzekutojnë ato me përpikmëri. Për shkak të forcës dhe ashpërsisë së tyre, Allahu i Madhruar i zgjodhi për të qenë gardian të xhehenemit. Na kemi bërë lojtar të zjarrit engjëj dhe kemi caktuar numrin e tyre, vetëm për t'i provuar jo besimtarët, për t'u bindur njerëzit, të cilëve u është dhënë libri, që t'u shtohet forcohet besimi atyre që besojnë, e mos të dishojnë ata, të cilëve u është dhënë libri, dhe për të thënë ata që janë zemër këqij hipokrit dhe jo besimtar, çka dashur Zoti të tregoj me këtë shembull. Kështu, Perëndia i lën në hutim dhe në humbje ata që do, dhe në rrugët e drejtë e udhëzon atë që don. Askush tjetër, përveç ti, nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd. Kjo është vetëm këshill për njerëzit. Ne e bëm mbikëqyrës të zjarrit veç melek, numrin e të cilëve e bëm veç se si sprov për ata që nuk besojnë. Në bazë të kuptimit të fjalës fitne, ajeti mund të kuptohet në dy mënyra, një fitne barabartë dëshkim. Kuptimi i ajetit, atë numër melek që bën për të ndëshkuar kriminalët në ajër dhe për t'i dëshpëruar ata ditën kur të ballafaqohen me këta melek në xhehenem. Në Kurani, fjalën fitne me kuptimin dëshkim e gjen edhe në surën Tur, ku Allahu i lartësuar thotë: "U kufitet e kum, pra, shijoni ndëshkimin tuaj." Ose në ajetin, ju me humalen, nari juftenun, ditën kur do të ndëshkohen në zjarr. Dy fitne barabartë sprov. Kuptimi i ajetit, në një treguan për numrin e melekëve për t'ju provuar kush do të besojë e kush jo. Varianti i dytë mbështetet nga konteksti i këtij ajeti dhe nga ajetet në vijim, ku Allahu i lartësuar thotë që të binden ata që u është dhënë libri, që besimtarëve t'u shtohet edhe më shumë besimi sa u përkatëtarëve të librit, nëse kjo është e njëjtë me atë që kanë në librat e tyre, atyre do t'u shtohet siguria për të vërtetën e sjellë nga Kurani. Ndërsa besimtarët musliman, sa herë që zbrendojnë një shpallje nga Zoti, ata e besojnë dhe e pranojnë, pa shprehur rezerva apo me dyshje, dhe kështu imani i tyre shtohet e forcohet që ata të cilëve u është dhënë libri dhe besimtarët të mos kenë asnjë dyshim, domethënë që atyre t'u largohet çdo dyshim nga e vërteta e Zotit. Ky është qëllimi i lartë që duan të arrinte mençurit e të urtët. Ata përpiqen e sakrifikojnë shumë për të patur yakin, sigurinë e plotë të imanit. Ata synojnë të arrijnë dijen e saktë dhe të plotë për çdo çështje të fesë të besimit, sepse kështu u largojnë çdo dyshim që i pengon njerëzit për pranimin e të vërtetës. Allahu i Madhruar e bëri shpalljen që i adhuroi profetit Asa, si burin të pashteshëm të urtësive të mrekullueshme, të cilat forcojnë besimin dhe largojnë dyshimet. Por kjo shpallje do të bëjë edhe dallimin mes të sinqertëve dhe gënjeshtarëve mosbesues, në varësi të mënyrës se si ata do të trajtojnë ajetet e Zotit të Madhëruar, i cili thotë, ndërsa ata të cilët në zemrat e tyre kanë sëmundje dhe jo besimtarët e thonë, çfarë dëshi Allahu me këtë shembull. Ata që i kanë zemrat e sëmura me sëmundjen e dyshimit dhe të hipokrizisë, ashtu si dhe mohusit, thonë, çfarë dëshi Zoti me këtë shembull. Pikë çuditë kështu, ata tregojnë se janë të çoroditur, të zhytur në dyshime dhe mohus të ajeteve të Allahut. Në lidhje me besimin në shpalljen e Allahut, njerëzit ndanë të udhëzuar, të cilëve Allahu ka dhënë sukses të besojnë shpalljen e tij, të paudhëzuar, të cilëve Allahu nuk u ka dhënë sukses të pranojnë shpalljen e tij. Këta i nënleftësojnë dhe hedhin dyshime për ajetet e Allahut. Ky është udhëzimi i Allahut, të cilën ai ja jep atij që ai do, siç thuhet më pas, ja, kështu Allahu e lë të humbur atë që ai do dhe udhëzon atë që do. Ata të cilët Zoti i udhëzon e konsiderojnë shpalljen e tij ashtu sikur se është,
mëshirë e mirësi si përforcues dhe shtues të imanit dhe si plotësues të fesë së tyre. Ndërsa për ata që ai ka lënë në humbje, me drejtsinë dhe urtësinë e tij, kjo shpallje bëhet shkak për shtimin e dëshpërimit dhe fatkeqësisë së tyre. Ata tregohen mohues, ndërkohë që kanë për detyrë të pranojnë fjalët dhe porositë e Allahut dhe të profetit të tij, duke u dorëzuar dhe duke punuar e jetuar sipas tyre. Ushtritë e Zotit tënd nuk i di askush veç ti. Ushtritë e Zotit me meleke me krijesat e tjera nuk i di askush tjetër veç Zotit që i krijoi. Atëherë, meqense ju nuk dini gjë rreth ushtrive të tij, atëherë është detyrim për ju që të besoni fjalëve të tij, pa pasur e shprehur asnjë dyshim apo siguri. Ky lajm është vetëm një kujtim për njerëzit. Ky paralajmërim nuk është një kutsi dhe lojë, por ka një qëllim të rëndësishëm. Ai është sjell për të kujtuar e këshilluar njerëzit me qëllim që t'i udhëzojë ata te gjërat që u sjellin dobi dhe për t'i larguar nga çdo vepër e dëmshme për ta. Kurse si, betohem në hënën. Betohem në hënën edhe në natën, kur ajo të rriqet, edhe në agimin, kur ai shkrep. Allahu i madhruar betohet në hënën, kur ajo është e plotë, betohet në natën, kur ajo largohet e jale vënën ditës, dhe në agimin, kur ai qel. Këto janë betime të rëndësishme në disa krijesa të mrekullueshme, të cilat janë shenja madhështore të Allahut të lartësuar. Ato dëshmojnë për pushtetin e urtësinë e tij të plotë e absolute, tregojnë për sundimin dhe mbretërimin e tij të gjerë, për mëshirën e tij gjithëpërfshirëse, si edhe për diturinë e tij të madhe dhe të pakufishme. Po pse betohet i madhruari? Ai thotë, Allahu i madhruar betohet në krijesat e tij ndërsa krijesat nuk lejohet të betohen veç për Allahun Zotin e tyre, dhe në natën që largohet. U tefsiru sure el, Mudathir, ajet 32. E mëngjesin që zbardhullon. U tefsiru sure el, Mudathir, ajet 32. Ajo s'ktela, me të vërtetë, është njëra nga fatkeqësitë më të mëdha. S'ka dyshim se ai. Zjarri është një nga belat më të mëdha. Ai është vërejtje për njerëzit, për atë nga mesi juaj që dëshiron të përparojë apo të ngecë në vend. Pra, zjarri pa dyshim që është nga çështjet më të mëdha dhe më të rëndësishme, për të cilën duhet patur shumë kujdes. Kështu, i madhruari betohet për vërtetësinë e zjarrit të xhehenimit. Kjo do të thotë që secili prej nesh që dëshiron të përparojë, le të bëjë ato vepra që afrojnë te Zoti dhe që fitojnë kënaqësinë e tij. Le të nxitojë drejt xhenetit të bujarisë të gjithëmshirshmit, në atë vend ku ai nderon të zgjelluarit e tij. Ndërsa ata që nuk e dëshirojnë afrimin me Zotin dhe mirësitë e premtuara prej tij, ata vazhdojnë të merren me kocira e mosbindje ndaj Zotit. Ata i kanë kthyer shpinën qëllimit për hir të të cilit Zoti i krijoi, pra, adhurimit të përkushtuar ndaj tij, si një vetëm dhe i pashaq me dashuri e madhërim. Ata nuk synojnë ato fjalë e vepra që Zoti i dëshiron prej tyre, por zhyten në gjinoje në mosbindje, në mospërfilje të paralajmërimeve të sjella nga Zoti përmes shpaljeve dhe profetëve. Kështu, ata vazhdojnë të afrohen në zjarrin e xhehenimit derisa e bëjnë të pakthyeshëm dëshkimin e të. I lartësuari e ka qartësuar të vërtetën dhe rrugën që të çon tek ai dhe në xhenetet e tij. Ai, gjithashtu, i ka nxitur njerëzit që të kryejnë ato vepra që i ka treguar në shpalljen e tij. Pas kësaj, çdo njeri ose do të besojë i qartë, ose do të mohojë i qartë dhe me vetdije të plot. Në një ajet tjetër, i madhruari thotë: "Thuaj dhe thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj e kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj." Për jo besimtarët, ne kemi përgatitur një zjarmure të cilit do t'i rrethojnë ata, e nëse kërkojnë shpëtim, do t'u jepet ujë i nxehtë si bakër i shkrirë që do t'u përveloj fytyrën. Sa e tmeshme është ajo pije, sa vend i keq është ai. Kehf 29. Kjo është si këshillim. U tefsiru sure el, Mudathir, ajet 35. Për ata nga ju që dëshirojnë të bëjnë mirë ose të abstenojnë në këtë. U tefsiru sure el, Mudathir, ajet 35. Çdo njeri është peng përgjegjës për veprat e veta. Çdo njeri është peng i veprave të veta. Çdo kush është peng i veprave të veta të keqia që janë në kundërshtim me porositë e Zotit. Ato i rëndojnë dhe i mbështjellën atij rreth qafës. Nëse ai nuk qirohet prej tyre, ato kanë për ta hedhur në ndeshkim. Ato e mbajnë rrugën të lidhur, aq sa ai nuk ka nga lëviz. Vetëm kush qirohet prej tyre do të jetë i shpëtuar dhe i lumtur. Metej, i madhruari thotë: përveç fatlumëve, përveç të djathtëve, të cilët do jenë në xhenete ku do i bëjnë pyetje njeri, tjetrit e. Do t'u thonë zullumçarove, pra, këta nuk kanë mbetur të lidhur pas gjinave të tyre, duke kënaqur dëshirat dhe epshet vetjake, po janë të qiuar dhe gëzojnë lumturinë që të falë adhurimi dhe nështrimi ndaj Zotit. Në ahiret, ata do të jenë në xhenet, ku do të bisedojnë me njeri, tjetrin rreth kriminalëve. Atje do t'u përmbushë çdo kërkesë e kënaqësi që e dëshirojnë, duke shijuar rehatin dhe prejjen e plot. Të kënaqur e të gëzuar do të bisedojnë me njeri, tjetrin si vëllëzër. Gjatë bisedave të tyre, ata do të pyesin njeri,
tjetrin për kriminalët dhe gjendjen ku ata kanë përfunduar. Gjithashtu, duke vështruar kriminalet që ndeshkohen në mesin e xhenemit, do t'i pyesin e kanë parë të vërtetuar tashmë premtimin e Allahut. Pastaj do t'i pyesin, të cilët në kopshtijet e xhenetit pyesin. U tefsiru sure El Mudathir ajet 39. Fajtorët. U tefsiru sure El Mudathir ajet 39. Çka u ka sjell juve nëse ka skter? Çfarë ju solli nëse ka? Cili që shkaku që ju futi në xhenem? Çfarë gjinahu bët që merituat në dëshkimin e zjarr? Ata do të përgjigjen, nuk kemi qenë nga ata që kanë bërë namaz. Ata do përgjigjen, nuk ishim prej atyre që falin namaz, nuk ushenin të varfërit, por përzihen me të tjerët në veprat e kota. Ata nuk patën as sinqeritet në adhurimin e Allahut dhe as bamirësi ndaj krijesave në nevojë. Ata ishin bosh nga këto vlera e veprat e domosdoshme e u morën me gjërat e kota. Kështu, zullumçarët do ta pranojnë që janë marrë vetëm me kocira, madje që kanë gjetur preje me to. Ata do ta pranojnë që nëpërmjet saj janë përpjekur të jenë poshtë të vërtetën, dhe prej atyre që i kanë ushqyer të varfërit. U tefsiru sure El Mudathir ajet 43. Dhe jemi lëshuar në bisedat e kota me djeraditësit badjallgjinj. U tefsiru sure El Mudathir ajet 43. Dhe kemi përgënjeshtuar ditën e kiametit. Ne nuk e besonim as ditën e gjykimit, ky është përfundimi i angazhimit me të kotën dhe i shpërfiljes së të vërtetës e porosive të Zotit. Morimi i të vërtetës, sidomos për ditën e gjykimit, atëherë kur Zoti do t'i shpërblejë njerëzit sipas veprave të tyre, është shkaku i dëshpërimit dhe i ndeshkimit të përjetshëm. Atë ditë, krijesave do t'u shfaqet i qartë dhe i plot pushteti dhe mbretërimi i Allahut. Atë ditë do të duket gjykimi i tij i drejtë dhe i urtë për gjithçka dhe për gjithëskënd, përderisa nuk na erdhi vdekja. Derisa na erdhi e vërteta e sigurt. Kështu vazhduan në këto errësira derisa i befasoi vdekja. Kur i kapi vdekja, humbi dhe mundësia e tyre për të shpëtuar nga ndeshkimi i të drejtit. Në këtë moment, portat e shpresës u përplasën dhe u mbyllën përjetësisht para fytyrave të tyre. Kur fal ndërmjetësimin ndërmjetësuese nuk do t'u ndihmojë atyre. Tashmë, atyre nuk do t'u bëjë me dobi ndërmjetësimin ndërmjetësuese. Arsyeja është se ata ndërmjetësojnë veçse për ata me të cilët Zoti është i kënaqur, por, padyshim, Allahu i drejtë dhe i urtë nuk kënaqet me veprat e zullumçarëve. Pasi tregon përfundimin e dëmshëm të atyre që vdesin si mohues dhe të gjytur në kotësi, Allahu i madhëruar vjen të paralajmërojë e këshillojë ata që ende nuk kanë vdekur dhe janë duke vazhduar në kotësinë e mosbindjes ndaj tij. Pse shmangen ata nga këshillimi? Po çfarë kanë ata që i largohen këshillës? Ata janë si gomartë e egër të trembur që vrapojnë prej luanit. Ata janë të pavëmendshëm, mospërfillës e të painteresuar. Ata i largohen dhe i urejnë atë shumë paralajmërimet dhe kërcënimet e Allahut, sa u përngjajnë gomarëve të egër, që vrapojnë të tmerruar nga luani dhe që trembin edhe njeri, tjetrin, që të largohen sa më shumë. Ja, kështu i largohen ata të vërtetës. Me gjithë urrejtjen që kanë për të vërtetën, ata lëshojnë pretendimet e mëdha, sikur se thot i madhruari. Thua se janë gomarë të egër. U tefsiru sure El Mudathir ajet 49. Të friksuar që kanë ikur prej luanit. U tefsiru sure El Mudathir ajet 49. Po, çdo njeri nga ata do të kërkojë që t'i jepet regjistri i qartë nga Zoti. Secili prej tyre dëshiron t'i jepet një libër i posaçëm. Jo, ata nuk i friksohen botës tjetër. Ata pretendojnë që mund t'i nështrohet të vërtetës veçse nëse secilët prej tyre i zbret nga qielli një libër i shkruar. Në fakt, ata janë veç kënjeshtarë. Sikur çdo lloj shenje e argumentit u sillej atyre nga Zoti dhe Kurani, ata nuk do ta besonin të vërtetën derisa të shohin dëshkimin e dëmshëm. Atyre u kanë ardhur argumente shumë të qarta për të vërtetën, prandaj, nëse do të kishin ndonjë fije mirësi, do të kishin besuar. Me pas, i madhruari thotë, kursesi, pasi që ata nuk i frikohen ditës së kiametit. U tefsiru sure El Mudathir ajet 52. Ai Kurani në të vërtetë është këshill. Kjo është padyshim një këshill e vyer, Allahu i madhruar nuk do t'u japë kurrë atë që kërkojnë, sepse ata, me këto mrekulli e shenja, thjesht duan të justifikojnë mosbesimin e tyre. Ata nuk e besojnë ahiretin dhe ringjalljen para Zotit. Nëse do ta besonin, ata nuk do të merrnin atë rrugë që kanë marrë dhe nuk do të ndodhte ashtu siç do të ndodhte. Përemi kjo me këtë fragment që nën ose këtë shpalje, ose këshillat, paralajmërimet dhe mesimet që kjo shpalje përcolli. Dhe kush të doj, le ta pranoj. Nga e cila përfiton kush dëshiron. Arsyeja është se Allahu i madhruar ua ka bërë të qartë rrugën e drejtë, argumentet dhe çdo gjë të nevojshme rreth saj.
por jo çdo kush ndjen mesime prej kësaj, sepse, siç thot Allahu i Madhëruar, e këshillohen vetëm ata që do Perëndia, ajo është i vetmi të cilit duhet t'i druajmë dhe ajo është i vetmi falës. Por ata mund të mësojnë prej saj vetëm nëse do Allahu. Dëshira dhe vullneti i Zotit janë vendimtare dhe patjetër të ekzekutueshme. Ato janë gjithëpërfshirëse, prej tyre nuk shpëton asgjë, e madhe apo e vogël qoftë, e shumt apo e pakët. Ky ajet është argument kundër kaderive, të cilët i përjashtojnë veprat e robërve nga dëshira dhe vullneti i Zotit. Por ky ajet është argument edhe kundër xhebrije, të cilët pretendojnë se robi nuk ka asnjë pushtet dhe nuk i është dhënë liri veprimi dhe zgjedhjeje. Këta besojnë se njeriu është i detyruar që të kryejë veprat e tij dhe i pafuqishëm që ta zgjedhë vetë atë që vepron. Kështu, në këtë ajet dhe në të tjerë si ai, i lartësuari na tregon se robi ka liri zgjedhjeje dhe dëshire, po ashtu edhe aftësi e fuqi për të bërë atë që e zgjedh vetë, me dëshirën e tij. Por kjo është sigurisht brenda vullnetit dhe dëshirës së Zotit të urtë, të drejtë, të gjithditur dhe të mëshirshëm. Vetëm ai e meriton që t'i ruash dhe që të jetë falës i gjunave. Allahu i Madhëruar është i vetmi që meriton të adhurohet dhe të cilit duhet t'i friksohesh më shumë se çdo gjë tjetër. Është ai ndaj të cilit duhet të tregohesh i devotshëm. Allahu është gjithashtu falësi i madh, që e fal dhe mëshiron atë që i friksohet atij, duke zbatuar urdhrat e duke lënë haramet për hir të kënaqësisë së tij. Këtu përfundon edhe tefsiri i surës Mudaththir.